Përshëndetje. Partia Socialiste dhe kandidatët e saj nuk kanë asnjë vizion dhe asnjë program qeverisës, të vetmin mjet kanë propagandën dhe manipulimin me të vërtetën. Nën ethet e humbjes së zgjedhjeve të 11 majit, po mundohen të mashtrojnë qytetarët shkodran me propagandë investimesh, të cilat po kryhen gjatë fushatës elektorale duke i rënë ndesh edhe kodit elektoral. Ish nënkryetari i Bashkisë Shkodër, Onit Bejleri, si një Benjamin dhe besnik i Benet Becit, po përdor të njëjtën formë presioni dhe kërcënimi si lideri i tij, Edi Rama. Ai në një video i prezanton shkodranëve shifra dhe investime të cilat të vetmen merit si ish nënkryetar e ka se ishte aty kur ato u nisën. Të gjitha projektet që ai prezanton janë hartuar dhe miratuar në kohën kur Bashkia Shkodër drejtohej nga Partia Demokratike, por qeveria e kandidatit Bejleri nuk i miratoi dhe as nuk i financoi asnjëherë këto projekte, duke e lënë Shkodrën me zero investime vetëm për hakmarrje politike, duke diskriminuar Shkodrën dhe duke e lënë jashtë vëmendjes së zhvillimit. Partia Demokratike asnjëherë nuk është mburur e as nuk i ka përdorur investimet publike për propagandë elektorale, pasi Partia Demokratike është e vetëdijshme se ato janë merite vetme e qytetarëve shkodran, të cilët me mundin dhe sakrificën e tyre kanë qenë dhe janë kontribues në qytetin tonë përmes taksave të tyre. Shfrytëzimi i propagandës dhe presionit përmes saj ndaj votuesve është shkelje e ligjit elektoral. Kandidati socialist dhe ish nënkryetari i Bashkisë Shkodër duhet të preokupohet më shumë sepse Benet Beci rriti të gjitha taksat vendore dhe rriti çmimin e ujit të pishëm, duke rënduar ekonominë familjare të gjithë banorëve të territorit të Bashkisë Shkodër. Propaganda investimeve, fasad, me asfalte elektorale, të cilat dëmtohen pas pak muajsh, nuk gënjejnë më shkodranët të cilëve u ka ardhur në maj të hundës rilindja dhe fasadat e saj boshe. 11 maj do t'jetë dita kur Benet Beci, Edi Rama dhe filizat e tyre do të marrin përgjigjen e merituar, humbjen e thellë të propagandës së rrejshme të tyre. Faleminderit.